Sekretariati për çështje evropiane në bashkëpunim me Agjencinë Nacionale për Programe Evropiane Arsimore dhe Mobilitet prezantuan përpara studentëve të Universitetit të Evropës Juglindore programin Erasmus+ dhe përvojën që të rinjt mund ta përfitojnë gjatë shkëmbimit në universitetet dhe shkollat homologe të tyre. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi tha se ky program është shumë i rëndësishëm për të rinjt dhe mundësi që u afron për të shfrytzuar ide dhe projekte konkrete të tyre për të lëvizur në vendet e Bashkimit Evropian, ku mund të marrin përvojat nga bashkëmoshatarët e tyre. Kjo ndihmon në disa aspekte, arrin disa qëllime. Para është të merren përvojat profesionale, dyta është që bëhet socializimi me kulturën evropiane dhe treta është të krijon aftësi për të u gjetur më mirë në karrierën e tyre në të ardhmen pas studimeve që përfundojnë studentët me qëllim që të gjejnë vendet e pune që krijojnë mundësi dhe progres për të rinjt e Republikës së Maqedonisë. Drejtori i Agjencisë Nacionale për Programe Evropiane Arsimore dhe Mobilitet me këtë rast tha: Danas ka befme v medicinskото училище Nikola Shtejn. Sot ishim në shkollën e mesme të mjekësisë Nikola Shtejn në Tetov, me që rasti i vizituam nxënësit të cilët shkëmbyen përvojat me nxënësit e Celjes në Sloveni si pjesë e programit Erasmus+. A gjithashtu jemi në UEL që ta prezantojmë këtë program, apo më saktë, mundësitë që u ofrohen studentëve nga ky program. Ndryshe, 30 nxënës nga shkolla e mesme Nikola Shtejn në Tetov kanë kryer punë praktike në Celjet e Slovenisë gjatë gjysmëvjetorit të parë. Ky program ndër të tjera synon edhe krijimin e mundësive për të studiuar, trajnuar, fituar përvojë pune jashtë shtetit, sigurimin e huave për studentët nga bankat kombëtare ose agjencitë huadhënëse me afat pagimi pas diplomimit e të tjera.